dje ministri jashtëm danez Lars Løkke Rasmussen thoshte që nuk është e vërtet, ajo që tha dhe Trumpi, që Danimarka e ka mbrojtur ata vetëm me 2 a 3 qenë slitash, domethënë. Nuk është e vërtet, janë bërë investime, aty ka basushare qoftë amerikane, po është e vërtet, por të mos harrojmë një gjë që Evropa, ne kemi thënë herë tjera, ka pasur gjithë këto probleme. 4 vitet e fundit njëherë ka Rusin në luftën në Ukrainë dhe akoma po vazhdon, ju e pat, 90 miliard euro që hoqet të sytë e ujirit për t'i miratuar, për t'ja dhe në Ukrajinës. Po pra, ambasador, se këtu, se ti e ke atë qasjen pak pro-europiane, po vërtet ishte 4 vjet, po 4 vjet ishte dhe Amerika në kratë Europës. Koston më të madhe e mbajtja Amerika e Joe Bidenit, nuk e mbajtja Europa, edhe për luftën në Ukrajinë. Po, ne nuk po bëjmë garë tani pas Thjesht po them që Europa është pak më e ngadalt, është, domethënë, duhet vinte Trumpi që t'i zgjonte pak nga gjumi. Po mirë, tani edhe Amerika ishte një gjumë me këtë logjik, sepse tani një vit që erdhi Trumpi, po para dhe Amerika s'ishte kuptuar fare për Groenlandën. Pra, nuk mund ta diskutojmë problemi kështu me që realistra dhe diplomacia këte ka që kur ulin aty kancelarira, ndryshe nga media, nga gazetarët, juve me të drejtë, keni dhe të bëni dhe më të shtoni lafe, anej, këtë është e drejta e gazetisë normale për të informuar publikun, por faktet janë pra që e para nuk është lënë pas dore Groenlanda, e dyta, nuk është e vërtet që rreziku kinez dhe rus, tani po ta marrim është kudo ky rrezik, edhe në Ballkan dhe tek ne, po ma nuk është se ka pas një aktivitet konkret. Në fakt, me që realisht, marrja e Groenlandës nga Trumpi, pra këtë vit që doli ky problem dhe jo nga Bideni, është gjithmonë në kuadrin e doktrinës së tij të influencës, pra ndarjes së botës në 3 zona. Ama Amerika do që të ketë përsi ndaj Kinës dhe nuk mund të ketë përsi në qoftë se nuk merr territore tjera, në qoftë se nuk shfrytëzon burime tjera të para. E para, e dyta, doktrina e tij ekonomike, kemi thënë herë tjera, duhet vlerësohet më drejt transaksionalizmi, pra transakcione. Trumpi kërkon ta mundi Kinën para ushtrisë, para ideologjisë politikës me ekonomi, sepse është po bëhet fuqia më e madhe ekonomike. Dhe Groenlanda shquhet për vetë sigurisë për burime të pallogaritshme natyrore, për këto metalet e ralla e gjitha, nga 20%, 19% të botës, po vetëm 1% shfrytëzohen për shkak të kushteve atje. Kështu që Trumpi kërkon ta marrë këtë me sebepin e rrezikut të sigurisë, që do japi arsye ai, si sta edhe për Maduron, ta marri në mënyrë që ta shfrytëzoj me atë parimin e America First, pra për të patur përfitime ekonomike. Ndryshe, problemi shtrohet tu. Mirë, çka ka Groenlanda? Apo e shfrytëzon Europa pasuritë e saj? Apo është vetëm Kina dhe Rusia që po e shfrytëzojnë sot? Jo, A ka fuqi Europa të shkojë atje, sepse ne pam edhe në gjithë këtë përplasje, me njerë u thirrë në ndihmë NATO, ku peshën prap kryesore e mban Amerika. Shiko, shfrytëzimi këtyre pasurive, ky problem dhe problem pa Amerika, nuk është kaq ullaj, se ka të bëjë me ekosistemin, me mbrojtjen e disit, me shkrirjen e akujve, nuk është lavgoja jo atje. Po prandaj po them, sa fuqi ka Europa? Prandaj dhe kjo deri tani është mbajtur si një bazë ushtarake, ku është Amerika, a bazë më të madhe aty, në nuk në Kretian, dhe bashkë me Evropën, dhe nuk ka dalë si rrezik herë e parë që ky problem doli tani. Por, megjithatë, le ti marrim këto i thoni ju, dakor kështu. Atëre, pse duhet ta marrë Amerika, ta blej, apo ta pushtoj, apo ta robëroj, si thoshte dje ministri i jashtëm danez pas takimit me Marco Rubion? Ka mënyra shumë të mira dhe Evropa këtu është treguar, po tregohet shumë e mençur. Ai thotë, sotri, hajde vizitoj, në NATO jemi, dhe të marrim masë të dërgojmë ushtar sa të duash. Ta forcojmë, ta sigurojmë, edhe ekonomi, të bëjmë gjithçka, po të bëjmë bashkë me NATO-n. Pra ti si Amerikë, bëj çfarë të duash atje në Groenland. Dërgo trupa, çfarë duash, sepse ti je NATO, edhe ju e thatë, ti po dhe ish NATO-n. Përse duhet ta pushtosh ose ta blesh deri në 700 a 800 miliard euro kishte ofruar sipas disa burimeve. Dhe mua më duket që kjo logjikë e Evropës është e drejtë. Ne jemi në NATO. Por presidenti Trump thotë që unë nuk do t'ja di, edhe NATO le të prishet, unë do ta marr atë para arsye sigurie. Mirë, pa ai është politikan, kështu që ajo është retorika me veprimen janë 2 gjëra të ndryshme dhe përgjithsisht nuk është hera e parë që zoti Trump ka një retorik të tillë ndaj Greenlandës. Herën e parë që kishte këtë retorik
sulmoj Iranin, kështu që edhe tani retorika për Grenlandën erdhi pas arrestimit të Maduros, dhe ndërkohë që në Iran po ndodhin trazira, pra kam përshtypjen ka një qasje që sa herë është agresiv ndaj një gjëje, apo qoftë edhe ndaj Ukrainës, ai merr disa masa apo ka një tjetër objektiv. Sepse edhe në Twitterin e fundit, po ta shikosh, ai thotë që ne do ta marrim përmes NATO-s, pra tani, që ti jemi realist, do më thënë, si do të marrësh mbi NATO-s, në qoftë se ti vete me trupa ushtarake, që ai thotë unë e marr kollaj, atëherë ti ke sulmuar NATO-n, dhe sipas Linit 5, do të gjithë vende NATO të hidhen tani të luftojnë kundër Amerikës. Pra është absurde. Jo, do ta marrin përmes NATO, sepse NATO u organizua tani, Gjermania çoi ushtarët e parë, Britania po ashtu. Prandaj, kështu them, përmes NATO-s do të thotë që bashkë me NATO-n do jemi aty, e kupton, pastaj në të ardhmen, shohim e bëjmë. Po, shiko, të mos i ngatrojmë gjërat aty. Domethënë, radhë të parë një herë është paraleluar nga shumë ekspertë e politolog, të kemi kujdes se e kanë bërë kështu që edhe strategjinë e re të sigurimit të publikuar 5 dhjetor, shumë evropianë, ekspertë të mëdhenj politikanë, ama lere tha shaka, Trumpi as vet rrezik nuk e ka lexuar as vet atë. Kështu që mos u shqetësoni, aty thatë ju. Pra është retorik, mirë po, Trumpi po tregohet shumë serioz tanë dhe ju e pas e zburi me Maduron as një muaj pa dal strategjia e resiusit. Kështu që edhe me Groenlandën, ai e ka me seriozitet, nuk është thjesht retorik, është gabim ky konstatim, por natyrisht ai është politikan, ka një administratë të tërë, atje nuk mund të veprojnë në mënyrë aventurore, por vetë ideja e robërimit, siç e thot Larseni, ministri i jashtëm tani, apo e pushtimit, apo e blerjes, është shumë e rrezikshme, është absurde, sepse atë që thatë ju, jemi në NATO, hajde bizeton, ta forcojmë NATO-n bashkë, ti si Amerikë, jep kontributin tënë, ne të gjithë të japim kontributin tonë dhe ato ju e patë. Sa u bën vizitim e dje, sot po mrin trupat e parë, francez, kanadez, gjerman, norvegjez, në atje. Pra logjika është e drejtë. Problemi është hajde ta bëjmë bashkë, jo si ti Amerikë të dalësh dhe ta marrësh Groenlandën, sepse ne të tjerët nuk e shkruajmë dot, vetëm ti e bën. Atëherë përse është NATO. Pra këtu çështja serioze dhe mund mendoj, jo thjesht se flas nga ana evropiane, po realiste që Bashkimi Evropa, jo Bashkimi Evropian, po gjitha Britania e Madhe, po veprojnë me shumë logjik, me shumë arsye, duke e marrë me të mirë Trumpin, sipas atij parimit që thotë Franklini, çfarë është diplomati, është ai njeriu që i thotë sa qeni bukur je, sa qeni ushi bukur, sa qeni ushi bukur, sa të gjesh një shkop. Pra edhe ajo tani, ne kemi thënë, po mundohet ta mbaj sa më mirë me Trumpin, jo si thatë ju, që ka retorik, jo, ishte retorika, ishte gjysma të keqes, por ta mbaj mirë sepse një inat, një sjellje jo e mirë, me vend ndaj Trumpit, mund të krijojë reaksiona të papritura, të cilat do t'rregohen më vonë